Përshëndetje miq të dashur. Skandali i parë me prejardhje nga Serbia për gazetarët tonë shqipfolsa, gazetarët e shitën të Kosovës, që japin lajme të rrejshme, punojnë për Serbinë, japin lajme të rrejshme për Serbinë, e dizëfërmojnë popullin tonë. Agim Batiri ka pason para 2 vjete, për si ka besu kërkush. E dje kur tha Kreshnik Gashi, u allakaten. Edhe bravo i qoftë Kreshnik Gashi, se kjo është një gazetar më doket i hulumtus, që punon më doket në kallzo.com punon. Respekt shumë për Kreshnikun. Me qenë se i ka kanë erdhur kritika për Albin Kurtin që nuk përputhen, po me këtë gjë që i ka bo, e përgëzoj, sepse ja ka qitë kretën në ledin. Kështu që miq të dashur, shkojmë të ndëgjojmë videon e të diskutojmë së bashku, por mas pari të dëgjojmë Agim Batiri që ka thonë 2024 një lutë. Shkojnë miq. Ki argumentet e sakta, të cilat po jo japi. Nuk po du me him tëllësi. Se dalë shumë gjëra vjera. Se lista me villën e radioqishit u dinë, se kush ka bëshpënu dhe sa pari në shkua, ku? Kush që listë, po kush që se sa për përmanë? Ka dalë e ka dalë të shofën. Kush është lista? Okej, këteve të lista vetë, të zoti Batiri. E shofë be, se kush janë ata njerës? Të me herën e të si jam me ta. Sistemi marrë Vetëm informaciją. pe luti prokurin. Po. Kër e lutë në 2024, e lutë ke Batiri prokurorin, po prokuria ka flet, po më duket se asë një person nuk o marrë në pyetje. Për këtë arsye po thëmë edhe që prokuria ka flet deri me tani. Po tash e tutje të këqyrim që është ka bon, që do me bo prokuria. Shkojnë me që. Që të fillon procesin. 2024. Të fillon procesin. A të ngrit ata akuzat. Kjo është e kërkesa ime. Edhe mendoj shumë qytetarëve. Ky ka pas prova, deri sa ka thonë këto, ka pas prova, se pa prova, zgëzo kërkush me thonë, prokurori ku je. Qele një dosje për këtë punë. Shkojna me që. Të lista, është listë vetëm e bashkëpunimit bizneseve, apo ka dhe rroga që ka në radioqishit? Aty ka gjithçka. Terminor me thos pore. Dhe për shka në të pore? Në dy rastin e Banjskës dhe kemi Ndoshta jo, para 2 vjetë edhe ke po vinë pare me thos. Radioqishi po vinë pare me thos. Edhe kërkush ka ike, ka dalke. Tash po dalin. Deri i funi që ke, 1 milion që ju nëzim në nërdarë. Shkone tash Kreshnikun, miq. këtu që në Banjsk mesazhi kryesor, të cilën Milan Radojičić ka dashur me çu për Banjskë, nuk është transmetuar në për mediat serbe. Është transmetuar në mediat shqiptare. A për dëgjoni miq të dashur. Ja pra pse dalëm na dhe i kritikojmë këta shqipfolsa. Këta ashiqare dihen që punojnë për Serbi. Ama bash ashiqare. Edhe për fat keq shumbre, se të shkon një dyrë në këtë botën ka. Po kam sheftas, jo ashiqare. Të na burë Salamadi. Po binë shqipfolsat, sigur me konë Kastraveza Medisare. Shkojnë e miq. Shqipe, tu përdor influencer të cilët kanë folur në gjuhën shqipe. Pra tentativa që Banjska me u pa si një operacion lokal i qytetarëve serb, lokal të cilët kanë marrë kanë një llavaç edhe kanë dalë me rezistuar ndaj policisë Kosovës, si shaj proteske, nuk është bo vetëm prej Milan Radojičićit, po është bo prej njerëzve të cilët kanë folur në gjuhën shqipe në studio televizive në Kosovë. A për kuptoni miq? Në gjuhën shqipe kanë folur në televizione. Kjo i bjen që janë gazetarët, analistat, shqipfolsat, tradhtarët tonë. E hapsa dhe Albin Kurti të lanë Serbia. Nuk thot bati ava. Kërkush nuk uzon me thonë me akuzu dikon pa pas në fakt. Vetëm këta analistat janë
që të na demokracia janë 100%. Ase edhe janë gjesën të gjetat kryeministrit, janë gjesën atina mrapa shpine. E që ta shidull duqimiq. Mirë po, kjo është që kryeministri jonë, faleminderit Zotit, a ishe shumë largë para neve. Shumë. Ishe send fort largaj. Si për Amerikë, si për Evropë, si për shkije, si për këtë, a ishe send largë, a e gjini. Kër i morën vesh na, veç ka ndodhë, po a i kupton pa ndodhë sanët. E që kjo është diferenca e tyne politikanave, opozitës tonë, edhe kryeministit tonë. Po, unë nuk e di, unë prokurorës jam, asë s'kom punu kur, asë nuk e di, po unë nuk e di, a do me ndërmarë diçka prokuroria, jo. Se këtu janë akuzat rana, me të pagu të i Serbia si gazetar, me marë partë për i Serbis, me bodi të formata në Kosovë, të shpethomënë, po thujnë gazetare, po thot Nagim Batiri, po thujnë tonë. Shkojnë me që dhe pak? Dhe gazetarët nuk kanë pas potencial me sfidu me 2-3 pyetje personin që ka dash me shpërndarë narrativ. Ska shumë rëndësi kjo punë. A je të thonë që ata kanë folë gjuhën shqipe që të narrativ si janë pagu me normalisht. Normalisht i kemi u luftu, janë gjetë në payroll të strukturave paralele të Serbisë. Pra na kemi I kanë gjetë, bravo i koftë. Për këta i thash, fillim është bravo. I kanë gjetë në dokumentat paralele të Serbisë. Qa me folë ma shumë eqë. Kështu që une për i lo me këtë vetë jam eqë, e shala ndërmarën diqka prokuroria, se nuk e di qa bojnë, qa veprojnë, qa zveprojnë, vëq, isha Allah hermit. Isha Allah përtojnë apë i tyne. Kështu që kalofshi një natë mirë, e mire pafshën në vitë të radhës. Opozit, lajsher. Apo që opozit qka është banalistat. Po, ju e konvenan. Kështu që mire pafshëm,